Mi mbrëma shqiptarët kudo që ndodheni dhe u përshëndes nga Tirana e zjarrit, nga Tirana e luftës, nga Tirana e bezinës. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, keni 35 vjet, keni larguar nga toka juaj, nga vendi juaj, ku jeni rritur, ku keni patur shoqërinë tuaj, miqësinë, familjet tuaja, i larguar jashtë atë dheut, nuk i larguar me dëshirë, por me imponim. Që në 90, që në korriku 1, 2, 3 dhe 4, që u hap në ambasadat. Të dashur shqiptar, mezi prisni të ktheheni në Shqipërinë tuaj. Por Shqipëria, të dashur bashkëdhetar, sidomos tirania e Saliut, tirania e Nanos, e Edi Ramës, tirania e anti-shqiptarve, të dyja partit, prindrit tuaj që keni lënë, o kushrinjt, o miqtë tuaj, farefisin, o lagjen, o fshatin që keni lënë, i keni lënë të dashur bashkëdhetar, pleq, plaka, pandim. Me impresion të qëllimshëm, jo qesharak, të qëllimshëm, që të vdesën në shtëpitë e tyre dhe të mos e di njeri mbas 5-6 muaj si që kanë gjetur në Korçë, në Vlorë, te Pelen e kudo njerëz që kanë vdekur për 2-3 muaj e i kanë gjetur mbas 3-4 muajsh. Shkaktar janë të dyja partitë. Të dyja partitë dashur bashkëdhetar shqiptar që bën në theshtatën, që bën piramidat, që i dhanë naftë Serbisë për të vrarë shqiptarët, ashtu si që vranë vëllezërit tonë në Kosovë, shqiptarët. A i mbani mend në 99 që nga Kosova, krahina jonë e bukur, krahina pjellore, krahina e Floridit Treqi, u nisën shqiptarët, s'kishin ku vinin me qerre, në këmbë, në dëbor, zbathur fëmijët qanin, sërbët i vrisnin. Pra të dashur bashkëdhetar, kurse në Tiranë, si që lajmërova dhe dije, të dyja partit, ajo është demonstrata e flakës, demonstrata për të dëmtuar policinë, që nuk dëmtojnë oficerët e tyre, sepse oficerët e tyre janë frikacak, sepse janë vënë, oficerët e tyre janë me emrime, i marrë nga rruga e i bërë kolonela e generala, i bërë drejtora, frikacakët, kurse policat me $600, fëmijët tuaj, shokët tuaj të lagjes, pa bukë, me $600, dalën demonstrat, i djegën, i përvlojnë. Pra, unë u thash dje që mos dilni, sepse është një grup, nuk janë kriminel trima, po janë hajdut, janë rrugaq të marrë nga rruga, por titullin u është vënë kriminel. Këta janë kriminel e rrugëve të dashur bashkëdhetar. Këta janë frikacak. Pra, ju e shihni dhe vetë. Ja pra, dy partit. Dikush mund të thotë, si ishën dy partit, ishte e vetëm partia Berish, jo dashur shqiptar. Ishën të dyja partit. Ishin qëllimisht, ashtu si e bën 21 janari, ashtu janë të njëjti, të një kategori. Ja, pra dashur shqiptar, a i shini vetë, shikojeni, benzin dhe granata, apo qati quan juve si të doni, hidhen mbi policat. Mbi policat të shkret, që ishën të këputur, të lodhur, pa bukë. Dikush mund të thotë, Pirinçi po e tepron, nuk është e vërtet. Po ja më shpjegoni mua, më ktheni përgjigjen në internet, në YouTube. Pa bukë, sepse e merr $600. Ato $600 të shumtit policia janë të rrethit të Tiranës. Do vinë këtu me makinë, që s'ka as autobus, s'ka as tren, do të tyrojnë të marrë një makinë, pa marrësi se i ngelet mes rrugës, pa benzin. Ato para $600, ati nuk i dalën vetëm për naftë, që kanë bërë qëllimisht.
vinë demonstrat të lodhur, kurse këta të rrugëve që hedhën zjarë, hedhën flak, këta janë ty shqerë, sepse kanë vjedhur parat, jo miliona, po biliona. Pra, dashur shqiptar, ja pra, cila është demonstrata. Cila është demonstrata? Po unë në këtë rast këtu, i thash në orën 3 drejtorit të policisë. Drejtori i policisë, së bashku me drejtori i përgjithshëm i policisë, së bashku me drejtore e policisë të Tiranës, sepse Tirana ka 6, ai drejtor, bashk me të zgjedhur o me të embruar të quajtur ministre e brendshme. Në atë godin të dashur shqiptar, që janë vrarë shqiptarët për 26 vjetë nga regjimi bolshevik sërb. Den atë ministri është burgu mi të mërshëm që ka patur Shqipëria, tër ujt e bulevardit në atë kohë kalonte dhe burgu. Aty kanë qenë gjithmonë patriotët e Shqipërisë janë vrarë. Aty është bërë kasapana. Akoma aty po të shkosh që endër me të merë nga të vrasit e tyre. Po mirë më drejtor, kur ti qenë ke drejtori i Shqipërisë, pse nuk vete vajtet për balë dhe ata, edhe ti, ministre, një shalatane, vete atje jam ministre kujtje, kurse polica shikoni si janë bërë dashur bashkëdetar shqiptar, u fol nga Berisha që asnjës është i dëmtuar. Po çfarë ka ky shkreti që i ka djegur dorën? Çfarë ka ky? Shikojnë, është policë, edhe i kanë zënë në fytyrë të mos njihet. E kush? Të drejtorisë. Hapja fytyrë, se ai policë nuk është kundërshtari i shqiptarëve. Ai policë atje e keni dërguar ju të bëhet mish për top. Se ata kanë hequr. Shikojë policin tjetër. E të tjera mund të ketë regjizori. Ja polici tjetër. Ja pra, të shkoni policat e tjerë që kanë shqyer pantalonat. Shikojë dashur shqiptar. Unë besoj se ai polici ka qarë me veten e tij. E dini pse dashur shqiptar? Se s'ka para të blerë pantalona. Sepse kapelat e pantalonat kanë 2 vjetë që nuk e japën policisë e këpucët. I mbajnë për vete. A i shgoni policat të 2 i kanë ndryshe këpucët. A i dofta qante me veten e ti ku të vete u qartë vesh nesër. A pra, Berisha, Edi Rama. Dhe unë do t'u adërgoj foton drejtorisë, duke folur ministrja, drejtori dërgon të mesaje në telefon Edi Ramës. Qëfar mund të bënte? A u bë mirë? Inshallah të digje dhe policë që të bëjnë revolt. Policia i ka zënë halë e dashur bashkëdhëtar. Po unë po flas të hapur. Shikoni policat. Shikoni policat e tjerë. Ja pra, kjo ishte qetësia. Po të dashur shqiptar, ne ishëm pregatitur. Kur po të thoni ju, po kush jeni ju? Unë nuk kam thënë që unë jam misioner. Amerika për çdo gjë kontrollon Shqipërinë. Këta doni të diqnin qytetet me radhë, mbrëm. Po nuk e arritën dot. Unë u thash, ata mund të djegin një policë, e mund të digjen vetë. Po të dashur shqiptar, dole aty dhe thanë janë një grup i të rinj prej 17 vjeç. Në Amerikë është ligji. E 12 vjet jesh, dënohesh me vdekje. E 12 vjetë, që i quesh kriminal. A hera i 12 vjeqi, e 17 vjeqi, që kanë shpen atje, e kanë shpen që familjes ti ka dhënë para. Edhe kanë shpen qëllimisht, po si mu të edhi, një 15 vjetë, 17 vjetë të djegi. I di ka për djegur, e kanë detyruar. Edhe ata fëmi kanë treguar të vërtetën. Unë i them, spakut, spak, dhe gjo me vëmendje, edhe Biroja Kombëtare. Biroja Kombëtare dashur bashkëdhëtar shqiptar është FBI, quhet FBI. Pavarësisht se këta i vënë lloj emra. Janë ekonomist, janë dhe jurist.
nuk lejojnë tjertë për bës pate këto dy profesione. Ekonomisi ndjek parat e këtyre që ku i kanë vjedhur, mund të alini foton, ndjek parat e këtyre, dhe juristi shëgon ligjin. Dhe e prokurorëve po thuaj edhe dënimin. Sepse është jurist, të njëjtin si prokurori. Ahere unë po i them, byros kombëtare, dosjet që ju i keni përfunduar ka kohë. Fletat e arrestimit që i kanë bërë SPAK-u, ju prokuror, e s'do mos e kam me ju që e kryetari i SPAK-ut, që u zgjodhe para një 2-3 javë. Nëse ti nuk e merë këte parasysh, shikot dashur shqiptar, fytyra nuk i duket, pse se din drejtorat e policisë kush është ai? Nuk e din shumë mirë. Nxjerrua shqiptare fytyrë, arrestohet dhe nxjerrë fytyrë. A e pat ju të SPAK-ut demonstratën? Më thoni shqiptarë, më thoni ju, çfarë demonstrat ishte? Serbe? Greke? Franceze? Çfarë ishte? Do të thoni, po ishte demonstrat e shqiptarëve. Po më s'pash flamurët. Pa dojnë flamur dashur shqiptar? Edhe sërbët kur bëjnë demonstrat, më shumë janë flamur sërb të ati shtetit të tyre se popull. Sepse kanë flamur në dorë. Sepse kërkojnë të drejtën. Kurse aty ishe pa flamur. Se nuk e duan. Duan flamur sërb. Besoj se në gjepat e tyre të udhejsave ishe flamur sërb, grek. Sërbët dëgjonin nga ambasada, grekët dëgjonin, e thoshin, inshallah, digje Tirana, digje në qytetet që të shkojmë e disa muaj vjedhjet që kemi bërë. SPAK, unë thash sot në orën 3. E shumë vonë për sonte, urgjent, ta mini në dorë. Ta mini në dorë dhe të dënoni gjyq ushtarak, jo gjyq civil. Për dëmin që i kanë bërë policisë, kanë djegur flamur shqiptar, atë flamur që kanë në kokë, a ish flamur i shqiptar. Kurse njerëzit që ishën pa flamur, diqnin flamur e Shqipërisë, urdhër nga sërbët, urdhër nga kryetarët e partive që janë 35 vjetë. A here, urgjent sa më parë, dhe më kryesore SPAK-u, nëse ju nuk arrestoni Ballukun brenda kësaj jave, ju do mbani përgjegjësi, jo penale, po dhe personale. Sepse fjalët që keni thënë Amerikës, keni thënë që do ndjekëm drejtsin, do ndjekëm këtë ligj të dashur shqiptar. Këtë ligj do ndjekin. Ligji është një për të gjithë. A i shikoni ju të SPAK-ut bënja hirë këto ditë, se Edi Rama do mbledhi, do vejnë me ato deputet, të quajtur deputet, me shqip folsi, të ndërrojë ligjin që ministrat të kenë imunitet, si shparë një histori të botës. E deputetet nuk kanë imunitet, ka 3 vjetë. Pra SPAK, mos prisni me, po duhet drejtojni fletë të arrestimit që i kini për Salin, për familjen e ti, për gruan e Edi Ramës, ta gjoj shqiptarët, janë prerë ftesat e arrestimit. Për ata që e bën mrem organizim, që i doqen policat, dhe polica duhet rrinë në spital të pak 28 orë. Pse i nëzuart? Ju shefat e policisë. Sepse ata janë djegur. Djegja do 28 orë që të mbahet, të dali freskimi. Se ka dhemje djegje, me bezin. Pra, ju i nëzuart të disa, mbani vetëm ja 2. Jo, ata duhet ishë 28 orë. Por mjekët ishë lejmëruar nga të 2 partit, nëzirë një sabër shpejt. Po mirë ti drejtor,
Kush të dërgonte mesazh me telefon, kur ajo ministrja fliste, fytyrën saj qeshur, ti dërgoj një mesazh, 3-4 herë dërgove mesazh. Ne i kemi të gjitha çfarë dërgon ti. Dhe kush të dërgonte? Spak, duhet shkoni urgjent, drejtore e policisë, të dy ishte drejtorët atje, të t'i shkoni urgjent, të shkoni telefon urgjent, telefon e ministres, sepse do mbani përgjegjësi penale. Pra dashur shqiptar, unë kam shumë për të thënë, po unë do kaloj e nga një hall tjetër që ka Shqipëria me kufin natyror, që ka shqiptarët e Kosovës. Të dashur shqiptar, unë e nzuar me dhe dije, a i shini patriotët, ata janë 4, nuk janë 3. Ke drejt. A i shini patriotët e Shqipërisë, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Hashim Thaçin, Veseli, Selman, a i shini dhe Hashimin, po e thash Hashimin, Krasniqin, a i shini dhe Krasniqin. Të dashur shqiptar, këta janë patriotët e Shqipërisë. Këta luftuan për të mbrojtur shtëpitë e tyre, për të mbrojtur fëmijët nga Serbi, që i ka vrarë, të gjalli ka futur në përvarre. Por, duhet dini një gjë, dashur bashkëdhetar. Ajo Haga që është atje, e di pse e bëri, por ne këta do jenë të lirë, do them pse janë të lirë. Ajo Haga që është bërë aty, dashur bashkëdhetar shqiptar, që i rëndovi këta, nxirr dhe një foto nxirë prap këtë. Kjo, jo qa fytyrë ka, fytyrë të shëmtuar, fytyrë kineze, japoneze, portorikane, e rrugve. Dënon shqiptarin 425 vjetë. Pra, o shqiptarët e mi kudo që jini në botë, erdhi koha e shqiptarëve. Ti tregojnë shqiptarët muskujt, ti tregojnë botës e kush janë shqiptarë, hiqe këtë fytyrë, po të ketë mundësi. Nxirre me gjithë kryeministren e Amerikës, Albright, djali i ri. Shikoni pra, Thaçi, djali i ri, kryeministre e Amerikës, sekretare e shtetit, me dokumenta në dorë, duke firmosur, e ka firmosur Thaçi. Sot, para burgut. Ashtu si ka qenë Ramushi, patrioti. Pra dashur shqiptar, mund të zgjesh prap të 4. Pra, këta të 4, a i shini si janë thigjur. Kanë vjete, kanë frikë se mos bëni dekada. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë jam me mision, ne kemi mbarë punën serioze, sepse këta duan të ulën autoritetin e Amerikës, sepse këta të 4, e të tjerë që janë gjenerala që janë plagosur, janë në shtëpitë e tyre, që si përkra njeri, qeverisë që kanë qenë nuk i përkrasin, su japin as pension të fort, su japin as ushqime, nuk audisin edhe shtëpit nga plumat e sërbë, që janë fakte. Pra, të dashur shqiptar, po të arrin ne shqiptari që da të dënojnë një kineze, një fytyrë shëmtuar, del dhe thot 45 vjetë, për patriotë e shqiptarve, që kanë luftuar për të shpëtuar shtëpit e tyre. Pra, të dashur shqiptar, ne i kemi dërguar që mbrëm natën. I dërguam kryetarit gjykatës. Ju më të shini kryetarit gjykatës dhe lajmi që na erdhi muajin tjetër. Pra, kjo është kryetarit gjykatës, dashur shqiptar.
Ky zotnia këtu. Pra ne nuk do t'i lem që rrinë. Bilem. Ne kemi thënë që të kërkojnë falje dhe të paguajnë për demin që i kanë krijuar Shqipërisë me kufi natyrore. Që nuk është vetëm Kosova. Kosova është krahina jonë. Janë shqiptarët tonë. Por ne e Shqipëria me kufi natyrore që na kanë coptuar. Ne dalë ka një agë dhe tallet me patriotët tonë. Por gjykata e ka lënë dëshikim dhe leqë nuk do t'i dënoj ai gjyqtari, ata 4 gjyqtarët që janë që i shifni, por duhet t'i kërkojnë edhe falje. Dhe ne jemi duke shikuar gjithë prokurorët që duan kundërshtar, sidomos atë zonjën që pat. Këta do të vinë në Shqipëri. Këta do të jenë përsëri udhëheqësit e Shqipërisë. Shqipëria kërkon udhëheqës. Ju e pat vetë thaqin, qa tha kur ishte kryeministër? Mund të nxirrni. Zërin e ti të dredhur, që thoshte, kur si japëm asin copë tokë, na kanë, jo t'i japëm atyre, para shqiptarve. Erdhi dhe foli këtu, para shqiptarve në Tiranin, në Nëna Tiranë, që Nëna Tiranë është kundra atyre. Janë kundra dashur bashkëdhetar shqiptar. Por, zoti Ramush, që është sot, që doli pa fajshëm, ashtu si do dalën e këta, do bëj demonstrat, Ramush më dëgjon me kujdes. Mblidh gjithë patriotët e Shqipërisë. Urgjent. Jo vetëm të uçekes, po edhe fëmijët ku janë, pioner, të rritur, të vjetër, të moshuar, të sëmur, të dalin dhe të mbrojnë gjakun e shqiptarëve. Erdhi koha e shqiptarëve realiteti. Erdhi vdekja e tradhtarëve, e agjentave, e spionëve që kanë 35 vjet në Shqipëri, që kanë që më 90 e ca mbasi u shirua Kosova, tallen me patriotët, ashtu si tallshin me Ramushin, që ka 2 persona të vrarë, 2 vëllezër. Këta kanë plumat dashur bashkëdhetar shqiptar. Pra, erdhi koha e realitetit. Shqiptarët e mi kudo që jeni në botë. E po tjetë e mundur. E mund të vejmë 1 milion, 2 milion, aty në Hagë. Eshte edhe mirë të vejmë ditën që gjyqtari të shkojmë më kemë, gjësa të vejmë, le të vejë 20 dit, 30 dit, më kemë të nisemi, zbathur, erdi koha e jonë, Amerika është me ju dashur shqiptar, ata duan të ullën në Amerikën, ajo Haga, që ne se pësëm kur, ditën që ne shkojnë në zyrat e reja, Agën e heqëm nga tefteri, do hapi llogari, disa prokuror, ata janë sërbë, ata janë paguar miliona dollar, e dim egzakt sa janë paguar. Pra ashtu si që paguar këtu në Tiranë, të djegën Shqipërinë. Pra s'pak, gjvish, ato këpucët mirë vishit, se tha gjvishi, arestoj sa më parë, balukun urgjent, sonte, nesër, duhet i vini hekurat, sepse e keni dërguar për arrest, po e pegovi gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese atë natë që tha, ju mbas 1 ore duhet vini të arrestoni. Apo prisni disa të spakut që janë brenda, që janë spiuna që të regojnë çdo gjë që bëhet, u të regojnë disa gazetarve, por të dashur shqiptar, unë u kam thënë dhe u them e njëherë të spakut, të byros, çdo gjë që bëni jeni në kontroll, sepse keni marrë paratë e Amerikës, keni marrë gjakun e amerikanëve, taksat e Amerikës, e duan Shqipërinë, e duan 97% të shpëtojnë, nuk e duan si hapet propaganda
që Amerika do fitoj. Amerika po shpenzon, e do shpenzoj me ushtar që të mbroj kombin e Shqipërisë, sepse është amaneti. Është amaneti presidentit të parë, George Washington. Amaneti Bushit, plak. Amaneti djalit që është. Pse erdhi i biri? Bushi ka erdhur shumë herë. Pse erdhi i biri që në Fushkruj? Aty ku erdhi Skënderbeu. Do të thotë historia shumë shpejt. E Skënderbeu kur erdhi, aty qëndroi në Fushkruja, pa mu gjitë lartë në Kruj. E duan Shqipërinë. Ne për Shqipërinë japëm jetën. Jo si këta zagarë që duan t'i djegin. Para 5-6 muaj kështë vërë në kullat minat për të eliminuar, po jo. Ato kullat do kthehen në apartamente për të rinjt, për të vjetrit, për ata që s'kan shtëpi, të jenë gjysë tërgjyshi në tokën e Shqipërisë e s'kan shtëpi. Kurse rrugacët vinë nga Greqia, nga Italia një si fazliqi me shok, vinë dhe kanë hotele, kanë vila, po jo, ditën që ne shkojmë në zyrë, po atë ditë, po atë mëngjes, nuk do të kenë asnjë, nuk do të jetë një huaj në tokën e Shqipërisë. Po, do të vinë për tregti, për biznis, po jo këta që janë, se këta janë hajdut, rrugaq, këta janë të Soros e të Sorolobëve. Soro ka erdhur të dashur shqiptar me 92-shin, mbas 2 muaj që u bë president Berisha. Gabova që pranova për Berisha. Po s'kishe çbenje. Mora të keqin më të mirë. Ishëm 5 për të bërë. Ishte Nanua, Gamos, Pashkua, ishte Gjinushi, Berisha, Ceka. Këta pra ishin për të bërë, e zgjodha si doktor, se kishim kompetenca, sepse ne hapëm ambasadat, që suvran një njeri, po në theshtatën, po fabrikat që shduken këta, s'lan gje pa prishur, edhe propagandën e kanë hapur që me kohë që ne i bem, ne t'i prish. Joja. Ju do t'i shini me sy të dashur bashkëdhetar shqiptar të lidhur me zinxhira, e me zinxhira do flenë, e do punojnë të pastrojnë rrugët e Shqipërisë, që t'i shohin shqiptarët, që edhe një fëmijë i vogël të tronditet, që të mos bëj me këto që janë bërë tokën e Shqipërisë. Shqiptari dem baba dem, gjysh të gjyshi, s'ka ujë të pi, s'ka buk të haj. A i shini për 35 vjetë, më nxini një njeri që është intelektual, të gjithë ignorant, të gjithë shqipfolës, të gjithë hajdut, të marrë nga rruga bëjnë ministër, të marrë nga rruga e bëjnë deputet, të marrë nga rruga e bëjnë drejtor policie. A i shini, mush ma një mendjen ju, një dash Sula, a ishte gjoja me pëdene, kaq vjetë deputet. A i tha Edi Rama, o kaposhidetit. Kaposhidetit i tha. Pra, të dashur shqiptar, ja pra e zgjodhi drejtor, krye inspektor, krye hajdut. Pra, a i shini me sy, ja ky ishte i pëdes, ky ishte me Salin, ky ishte kokë e ti, e vërtet duke tamam si kaposhdeti. Mirë tha Edi Rama, që është piktor, pra Edi e mori prap, sepse ka urdhër nga Berisha. O Edi, je kukull, o Edi, ti a i Edi që flinjen për urat e Francës. Pse merr veten me qafë, pse unë ngatrove me kaq, të urdhovi dhe e more, të urdhojnë të tjerë, ti e kukull. Pra, zonja jote është minuta minutën, e pra te po i them spakut, Ares Sampar, gruan zonjën e Edi Ramës. A, Moredi, e more e bere, a të shante ty,
A e shanje ti, o më vlezër, ja ky fytyr ishte që ngishe në parlament, ky fytyr do që karriket. Kujt janë ato karriket? Janë të gjakut të shqiptarëve. Dhe vend shqiptarë të marrën pension, të paktën e pak, të japën për një kafe, $50, i doqën karriket. Pra me parat e pensionit, i vun karriket. Ja ky ishte ai që hodhi gjaketën e dogji, sepse merr $10.000. Kurse ai polici që digjet, merr 600. Ky ishte bashkë me atë të fjerit, që ja hodhi kapelën policit. A mo drejtor, do t'i dregoj me njerë fotot. Kur ja hodhi, a i Firaku, që është deputet i Salës, se edhe nesër me do shkonte me Edi Rama, por nuk ka më kohë. Edi Rama s'ka më kohë për veten e ti. Ky muaj të përfundoj arestimet. Ky muaj duhet shkojmë në zyrat e reja. Për ndryshe, ne kemi punë me Spakun. Për ndryshe, ne kemi punë me Biron Kombëtare, sepse kanë marrë parat. Biro Kombëtar, gjukat, kjo kushtet tut, po i more $100 Amerikan, dënohesh. Rënd, dënohesh në Amerikë. E në Amerikë, kongresmenët janë lidhur me zinxhira, kur kanë vjedhur. Po jo të vithni ju, me mira $, edhe thoni kemi frikë, po ju jini me këta, ne s'kemi qa bëjmë, ju do virë. Ja pat, kryetari i ri që je, mos merë mendim nga të tjerët, që ne edhim punë tënde. Po vazhdo, nëse ti nuk i arreston, ty do të bjerë pesha e të gjithve të Spakut për kaq vjetë. Duhet të arrestosh urgjent. Djegjen që u bë, lufta me bezin që u bë. Pra, kjo është puna. A here kur pas keni natë me Edi Ramën, po pse se keni kape Edi Ramën? Shpun kam policat. Ata janë pa bukë. Pra, dashur shqiptar, ja pra të regone e bukës. Kurse shqiptarët atë bukë që ka i në dorë, nuk e kanë. E shkon qa bukë e ka. Se është buka e bërë për këtu. Po e ka bukën të erdhur, e ka marrë me vete. E pra i ndëron kostumet. Pa pik turpi, sot fliste, unë do bi punën, duhet jenë me orar të punojmë. Po, do esh me orar. Do esh me orar në burgun e Fjerit, o në burgun e Durrësit, o në burgun e Korçës, o në burgun e Peqinit, me qëse e Peqinit. Pra, do esh në burg, sepse për dallaverët që ke bërë, për restorantin që ke hapur restorant, ku i gjeta parati? I thua publikut, me erdi dhëndër nga Italia, dhëndër jotë s'ka pat brek në Itali, ishtë italian. Pra, ku i ke gjetur parat? Qfar pune ke bërë? Ku se qovi në shkollë për prekuror? Qfar pune ke bërë në prekuror? Ne e dim dosjet tëra. Pra, dashur shqiptar, më falin që u mundova, por dëgjoni, nuk ka burg për këta. Ky është qëllimi, dhe ju që më dëgjoni që keni do një fëmijë në përburg, do një vajzë në Pogradec, burgje do t'i hapë, dhe do t'i fut këta, e do bëjmë për hintrenimi, ta shojnë si të punojnë, ta shojnë që ka bërë këta Shqipëris, a i nxjerë bukën atje e bardhë, shqiptari s'ka bukë më shpi, që ka vajtur më shumë vende, nuk kanë bukë. A i shini njerëzit që të regojnë disa televizor, qajnë, nuk kanë jo bukë, po s'kanë shtëpi, janë jashtë, qëra tërmeti, pa të janë shqiptarë, kurse këta janë anti-shqiptarë. Pra dashur shqiptarë, e njerë po e them, agës ne kemi dërguar, gjukatës, vërtet ajo ka thënë, o po thanë për 25 vjetë, po gjithmonë prokuroria flet atë që do, e flet a i kush i jep. Por gjukata, nëse gjukata dënon atë ditë, leqin e të kemi mënyra si i nxjerrëm, që ata s'kan ku i futën në burg, ne kemi mashën e gjatë, por gjukata nëse, por si pas të dhenave që kam, gjukata do t'i lirojnë, të shkojnë në shtëpinë e tyre, edhe të kërkojnë falje,
dhe të filloj gjyqi, ne kur të hapëm qeverinë, ne do bëjmë gjyqi ndërkombëtar për demin që ka bërë serbi, për vrasjet që ka bërë serbi, për varret që ka futur gjallë shqiptarët, që ka futur fëmijë, ne i dim të gjitha. Pra ne s'na bën syri tërt, jo nga serbët, po as nga kush. Amerika është me ne, është me ju dashur shqiptar. Unë që po flas këtu, unë jam amerikan, unë jam shqiptar, unë jam kudo. Dhe disa që su vjen mirë, disa legena që flasën për televizor, Amerika është këtu. Që flasën Amerika vjen për interes. Jo, Amerika shpenzon. Se e do Shqipërinë, si që a thash, janë amanetet e presidentit të parë, janë amanetet e 4 presidentave shqiptarë, me 6 shqiptari. Janë amanetet. Dhe këto amanete do t'i bëjmë. Po unë kërkoj të dashur shqiptarë, kërkoj ju të vini, ju që jeni intelektual që po më vini për ditë, dua ju që t'ini të 3 drejtorit, ju që t'ini në për ministri, çdo ministri do ketë të paktën 200 punojës, ekonomist, inxhinier, profesor, çdo lloj kategorie. E ata që s'kan shkollë, që janë për familje të mirë, do t'i bëjmë që t'kenë me shkollë. Sepse ata janë fukarenj, nuk i ka lënë të venë në shkollë. Shkollat, dofta disa su vjen mirë, të gjitha do mbyllen. Këtu mund t'jenë vetëm 2 universitete, Universiteti që është i Tiranës ai dohet, po dohet me profesor të rregull, jo me profesor me miq. Dohen 2 universitete dhe universitetet dohen si dikur, profesor do kthehen, më kanë erdhur shumë profesor e profesore, më kanë erdhur dhe u kam thënë, ejani e një vit, ti mësoni të rinjt. Pra, e para është, kombi bahet 3 shtylla dashur shqiptar. Kultura, policia dhe pensioni. Pse them pensioni? Se s'kam parë një ditë të bardhë. Pse them policia? Policia është mbron shqiptarët. Jo si policia që e lë rrugëve, që e vrasin. Ai që prek policinë dënohet 20 vjet dashur shqiptar. Jo ti hedhësh kapel, dënohesh për të jetën. Si ka hodh, shoku i këtij bashkë me këtë, ishte, kjo hodhi gjaketën. Ai tjetri ja hodhi kapelën policit. Papi, deputet. E si thonë, ne deputetët pse na prakën, po ju deputet do hiqeni zvarë. Ju do hiqeni, që tallen me shqiptar. Të dashur shqiptar, natën e mirë, dhe më shkruani përsëri, kjo kushtetut do t'jetë e juaja. Dhe njëherë, e di që shkruani të gjithë, po që të bëjmë një fest, si që kam thënë, s'ua kam dhënë datën, të mbushet Shqipëria në Tiranë, nga Kosova, do vinë me mira e me mira njerëz, nga Malizi, nga Maqedonia, nuk e kam thënë datën, mbasi të arrestohen Balluku me shok, dhe zonja Edi Ramës, Berisha me shok, të arrestohen këta që bëjnë zjarë, që hedhen benzin, që u hedhen benzin shqiptarve. Pra të dashur shqiptarë, e janë i sa më parë, e janë i u presë të dashur shqiptarë, që në mëngjes dhe deri në 7-8. Jam për ju, jam për ta bërë Shqipërinë me kufi natyror, edhe ka përfunduar, çdo gjë do bëhet me kufi natyror. Rroft Shqipëria dashur shqiptarë, rroft Amerika së bashku me Shqipërinë. Amerika është me ju. Ambasada që është aty, është me ju. Ambasadorja që është e re, është me ju. Edhe u lajmëroi që keni kujdes. Do me thënë, nuk ka kompetencë të thotë mos shkoni. Ja, unë kam kompetencë të them mos shkoni në kur u thresën këta. Koha është e fundit. Pavarësisht se thonë do vëmë datën 20 prap, edhe del një lapaj, një Soros, do bashkohemi me intelektual, me tërë partit ka qenë. Pra, të dashur shqiptar, mos u gënjeni me këta, të janë mashtrus, këta u kanë vjedhur parat. Natë dhe mirë, e njëherë, rrof Shqipëria me kufi natyrore. Poshtë, tradhtarët, mizat e kalit, shqipfolësit, këta që u kanë dërmuar, u kanë vjedhur, u kanë vrarë,
Mos e harroni në theshtatën. Mos e harroni piramidën. Mos e harroni 21 janarin. Mos e harroni kërdesin e flamurit. Mos e harroni dashur shqiptar. E Fatmir Mediut, më falni. E Fatmir Mediut. Dhe ti gjyqtari Fatmir Mediut, shpejt jepi gjyqit. Mos e lërë njerëz është një avukat, se nëse ti, gjyqtari i Fatmir Mediut, që nëna vjen në Tiranë çdo ditë, koskat e fëmijës janë shkrirë dhe akoma s'janë burgosur. Nëse ti gjyqtar nuk mbaron gjyqin shpejt, ti do futesh në burg. Ti do futesh në burg në vend të Fatmiri, se Fatmiri heqë zvarrën e. Natë e mirë dashur shqiptar, të më falni por zërin që kam ngjitur, por këta duan të heqë zvarr. Zvarr do hiqen. Natë e mirë. Miru pafshim. Të dashur bashkëdhetar, nesër në orën 11:30 do dalë. 11:30. Edhe më 6 mazditë. Miru pafshim nesër më 11:30. Bye bye.